Teksa po afrohemi afër finales së madhe të Big Brother VIP Albania dhe gara bëhet edhe më e fortë. Në shtunën do të përcaktohet se kur do të jetë finalja e cila përflitet se mund të jetë në datën 26 prill. Dhe pse kanë kaluar pak më shumë se 24 orë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të largohet të shtunën është i madh. Në televotim janë Gerta, Aldo dhe Josi. Sondazhe të ndryshme janë hapur për të parë se si kanë votuar shqiptarët. Edhe deri më tani kemi këto rezultate. 42% shpëtojnë Aldon, 32% shpëtojnë Josin, 26% shpëtojnë Gertën. Shohim se sipas këtij sondazhi, Gerta është banore që duhet të lërë shtëpinë të shtunën. Por pavarësisht këtyre rezultateve, ai që do të largohet është Aldo, pasi për produksionin Aldo s'ka çfarë të jap më brenda shtëpisë, dhe kjo duk qartë në prajmin e së martës, nga mënyra se si u trajtuan situatat e Aldos brenda shtëpisë, apo mënyra se si folën opinionistët për të. Derisa Josi ka ende një histori dashurie brenda shtëpisë, dhe së fundmi ai është pajtuar me Loredanën, derisa Gerta vazhdon të përkrahet nga produksioni, dhe kjo duk qartë me rifutjen e saj pas marrjes së zarfit të zi. Por dinamikat e lojës ndryshojnë nga momenti në moment dhe është produksioni ai që vendos se kush do të largohet. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.